Elinara, çfarë të bëje me njerëz sa të dile nga ferma? Të shkoj të kaloroj. Kuajt, Albana. Kuajt. Lëre. Përveç që Big Mamos, kush nuk do ta përjetoj mos si eksperiencë? Jo me kush ta, una e hypa një herë, hypi prap. Ajde, që e parë. Pas renditjes, gocat me radhë, Big Mama e para, hajde të kali, që të dali frika, hajde. Hajde. Nëse ka një gjë një kundja ty. Po mos peshon, mbau qik Ka veç. një kundja. Hajde, nuk kam gjë për hyp, hajde. Pas ke frikë dhe nga unë, hajde. Më qëlloses lëviz, po s'po qëlloses. Hajde. Po më qëlloses Gjoj, lëviz. moj. Jo, këtu, mrapa, aty, Elza. Qyqa. Ka pas faj ka një shkret. Albana, Zbrit, kaj, mjafto. Hajde, Albana po realizon... Hajde. I seriozisht. Më kalërosa ke mundësi. Ec, moj, kaloroje. Oba. Si më ndryshe, Elinara. Ma e lejtë, Elinara. Wow. Zbrit të kështë, kaj. Nuk e frejë. Hajde, Rand, hypish tash. Jo, vetëm gocat me renditje, kaj. U knaqe, ma. Po, knaqe. O, le, qef i madh. Kthehemi në studio, sepse ka ardhur momenti shumë i rëndësishëm dhe në fakt sonte nuk shpallet me zarf, sonte shpallet ndryshe, ashtu siç jeni mësuar që nga Prime në Prime, ky produksion ka surpriza dhe ka mënyra të ndryshme se si shpërfaqin momentet decisive siç është ky i finalistit të tretë. Përpara se të shkoj atje, sepse e di që momenti tashmë është gati, dua të ndalem pak tek opinionistët. Big Basta apo Anduel? Castro. Është vërtet, ishte vërtet, erdhi në momentin e duhur kjo përpallje. Në fakt është nga momentet më të vështira ose opinionet më të vështira që duhet japë deri tani. Nuk t'i them, nuk dua që të merre me asnjë palë, me asnjë figurë për t'i nxjerrë gjithë vlerat e mëdha që të dy si Big Basta dhe si Andueli ka. Mos zgjidh një emër, kë mendon ti që publiku ka votuar? Mendoj Anduelin. Anduel. Zhaku? Unë mendoj se publiku ka votuar në këtë rast për Big Bastën, sepse është një personazh që e njohim pak më shumë, ka shfaqur vlera, ka qenë më i sjellshëm, ka qenë më i qytetëruar në komentet e veta. Andueli është gjithashtu një personazh të cilin unë do doja ta shija në finale, por mes të dyve do zgjidhja Big Bastën. Okej, dua të dalem te gocat, Alba. Ndryshe nga Castro që thotë që është një situatë shumë e vështirë, unë mendoj që është shumë e lehtë si situatë dhe pa dyshim që Big Basta është ai që do të shkojnë për në finale. Big Basta për ty, Ester besoj që ka dyshime. Ja, ta them dhe unë. Tek zgjedhja jote. I bashkoj mendimit Castros, mendoj që është me vërtet një vendim shumë i vështirë, se janë të dy shumë të mirë, janë të dy artista shumë të mirë dhe por gjithsesi unë jam me Anduelin. Je për Anduelin. Unë jam me mendimin si Castro dhe Esteri, janë të dy shumë të fortë si lojtar, po mendoj që është Andueli. Finalisti tretë për ty është Andueli, Nena. Unë mendoj se Big Basta ka me qenë finalisti tretë. Big Basta në finalisti. Pse duhet ta rregullojmë pak. Pyetja ishte cili ti mendon se del sot në finale dhe jo cili është preferuari apo prandaj dhe Zhaku unë ndërpreva atë që të filloja, nëse unë me të dy ata do të filloj ti tregoj vlerat që se cili prej atyre ka si artist. Ju si opinionist do jepni cili mendoni që publiku ka votuar. Ajo si që bëra pyetjen, ajo është edhe konteksti, ndërsa gocat pa diskutim për preferencat e tyre personale se nuk shkojnë dot për te preferencave personale që kanë. Nena, se nuk u ndalet e ti, si është Kosova jone e bukur? Shumë mirë. Shumë mirë është? Shumë mirë, fantastike. Do ndalem pastaj tek ti se nuk të pata në Prime-in e kaluar edhe ti ke përjetuar ditë jashtë izolimit. Okej, mendoj që jemi gati, mendoj që ata mezi po e presin këtë moment, ndaj nuk po humbasim më shumë kohë. Shkojmë tek arena e brëndshme. Në televizor. Fermer! Po. Saka!
Qa ka? A ka lezion, shaka. Qfar më thatë? Shaka. Ja, te ka ndueli thoj diçka. Dveme, iku. Qfar ka? Jo, e ke gabim, Luana, e ka shaka, a ka lezion, asjan. Që ka shumë e bukur. Ja do e mësoj. Edhe pse pak nga ka ngelur. Erdha për momentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Qyqa. Për dy pretendentet e finales së madhe. Mund të ngrijeni në këmbë. Qoni pasi. Më këtot. Dhe ndryshe nga çdo herë, nuk do ta shpall këtu lajmin, por do jeni ju të parët që do e zbuloni vetë. Unë nuk e kam zarfin në duar, da ju kërkoj të drejtoheni. Po rimo këtu ti zhoti. Ka Albano. Terena jashtë. Përpara se t'ju tregoj se ku do drejtoheni, çfarë mendoni ju për këtë votim? Unë mendoj shumë mirë. Me thonë drejtën, në këtë pikë lojës, për mua është shumë e rëndësishme me ditë dhe të themi se si ka shku loja tjerë dhe në rast se e meritoj një falenderim si do të qoftë për publikun dhe për gjithë ata që kanë votuar. Unë kam shiju, absolutisht, i kam marrë vetimin më të mirë dhe kaq shumë falenderit. Kurse për mua, Luana, çdo televotim, jo vetëm ky, është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse nuk është thjesht vetëm për Big Bastën, por është dhe për ato që unë përfaqësoj dhe që ndihen të përfaqësuar për meje. Prandaj, gjatë gjithë kohës jam munduar që t'rregohem i kujdesshëm edhe që t'i përfaqësoj në mënyrën më të mirë. Kështu që i falenderoj gjithë ato që kanë votuar për Big Bastën, edhe i them që nuk do i zgënjej kurrë. Edhe në jetën jashtë, po edhe në ferma VIP 2. E përpara se të zbulojmë bashkarisht këtë votim, dua të ndalem pak ashtu si jeni edhe tek fermerët e tjerë. Erand, ku shkon sonte në finale? Për mu të dy janë, unë kam një ndjesit veçantë për të dy edhe i kam pas gjithë kohës bashkë. Do më thëmë pavarësisht se të dy bashkë nuk kanë shku kur. Për mu kanë qenë dy vlera të pa diskutushme të ferma VIP, nga të cilët unë kam marrë shumë. Më zgjidh një emër të lutem? Zgjedh. Po them Big Basta. Elinara? Po dhe une, Luana, janë që të dy lojtarë shumë të fort, i kanë dhënë shumë fermës, të vit ka qenë fantastik që të dy, në mënyrat e tyre të ndryshme. Por duke parë qasjet me lojën, me më the të thashë, dua të tregoj me sinqert që për hir të qytetarisë të treguar, unë jam me Big Bastën. Ylli? Të pas parasysh që gjithë se cili për të në dyve e ka atë vlerën e vetë në fermë dhe dytë kanë dhonë, me të vërtet kanë dhonë shumë për fermën tonë. Edhe pse kur s'kanë mujtë me bo bashkë si në debate, si në gjithë gjë në fermë, prapë se prapë më vjerë mirë që në televotime gjithmonë e kanë atë paqe në mesin e tëre, po në mendoj që meriton Big Basta. Okej. Big Mama? Me plot goj edhe mendoj që e ka dhënë shumë edhe ka kontribu shumë edhe e meriton është Andueli. Dhe Andrea? Po. Pa vënë në dyshim të gjithë cilësit e Big Bastës që ka dhënë për këtë format e shembujt, e thirrjet, e mesazhet e bukura, pa dyshim. Po për gjithë alegrin, për gjithë mundin, për gjithë sakrificën e për gjithë atë atmosferën e çdo gjë këtu në lojë, mendoj që Andueli. Okej. Atëherë, Big Basta dhe Anduel, ju lutem drejtoni në arenën e jashtme. Jo, aty. Shtetë prezent. Bravo. Besoj që janë të kuptueshme kutit me inicialet që keni. Okej. Kështu që
të duhet të merrni pishtarin, ta ndizni dhe të digjni kutin në X. Përpara se ta bëni atë, Sukses edhe ty. Sukses. Morionit ju them, Po Luana. me qënë se i dojgjët, dua që këto moment ja dedikoj kutive. Vazhdo rrugtimin. Urime pas. Hajde, sukses edhe ty. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithë shqiptarët, ju falenderit që gjithë që keni besim të unë, falenderit edhe Anguelit për këtë rrugtim të mrekullueshëm, sado kemi pasur mendimet ndryshme me njëri tjetrin, shpeshe, po prapë gjithsesi e vlerësoj artistin që e kanë shpirt edhe ju uroj që tjetë ai finalisti i radhës, edhe ju uroj edhe gjithë tjerëve një rrugtim sa më suksesshëm, edhe pse shikojmë gjithë në finale. Ju falenderit gjithë shqiptarëve, ju du shumë, Lian të do babi shumë. Urime Big Basta, Anguel, ti vazhdon rrugtimin. Patjetër. Shiko, unë më thonë drejtën paka shumë duke marrë parasysh ecurinë e gjithë situatave, gjitha gjonave, unë e prisja më thonë drejtën që Big Basta do jetë, le të themi, ai që do vazhdoje, duke marrë parasysh atë që loja kërkon, që kërkon të kundërtën, por me gjitha të unë juroj suksese dhe si që thotë edhe ajo, vazhdo rrugtimin, unë absolutisht do ta vazhdo rrugtimin dhe patjetër do ta marrë kokën lart dhe i falenderoj të gjithë ata që më kanë mbështet dhe do ju lutesha që të vazhdoni të mbështetni. Shumë faleminderit. Më vjen mirë për notat qytetarizmi që treguam në këto momente ndërmjet dy çunave, ju ftoj të ktheheni në arenën e brendshme. I ndjekim pak. Shkoni atje ju lutem. Bravo. Faleminderit. Bravo. Ka lezion? A kene për kene? Aktivizo basta lej emocionet. Kene Flores të? Ma që u vërzitet. Kene Flores të? Kemi në studio finalisti i tretë, Big Basta. Po, çfarë mendoni që penalizoi duelin edhe favorizoi Big Bastan? mendoj se ishte favorizim qëndrimi Big Bastës në debatet shumëta, qytetaria që ka treguar, mendoj se publiku e ka përkrahur këtë dhe jam shumë e lumtur dhe krenar për publikun, për faktin që kam përkrahur një qasje qytetare. Big Basta është përpjekur gjithmonë, edhe në momente kur ka ofenduar dikë apo lënduar dikë të kërkojë ndjes, ti kërkojë ndjes personit, pra dhe jo shqiptarëve në përgjithësi, dhe është përpjekur vazhdimisht që të përmirësohet. Na ka dhënë momente shumë të bukura edhe si artist. Pra mendoj, unë do dëshiroja në fakt që rrugtimi për Anduelin të shkonte drejt finales, patjetër, sepse mendoj që Andueli gjithashtu ka dhënë shumë për fermën. Ajo çfarë e penalizoi Anduelin mendoj është pak ajo arroganca e tij, prepotenca, fodullëku që nuk i shkojnë një 20 e ca vjeçare. Tani na është bërë refrenu ti në 3 muaj Zhaku dhe unë prandaj thash e nisa që në fillim që këtë javë në fundit paktën ta jemi but. Nuk ka qytetar e fshatar, ti dhe unë sa del nga kjo studio e di se si komunikon. Sepse kështu është. Unë shpitime me gruan time, puthem, dashurojmë, për gjitha, po edhe rrifem psikologjikisht, edhe zihemi, kështu për gjithë shqiptarët. Për qytetar e fshatar, në rrov shqiptaria, kështu që këto nuk do të ndaja. Sa i përket pastaj vendimi të publikut është ky që është, edhe sigurisht një mënyrë ose një tjetër është relativ. Ke miliona njerëz që janë përpara televizorit tani duke parë, dhe jo detyrimisht 0.1% që tyre voton. Pavarësisht që mund të dojë shumë Anduelin apo mund të dojë shumë Big Bastën. Kështu që në këto moment, sigurisht që koeficienti i formulës merr një traj tjetër, por në të njëjtën kohë jam shumë i lumtur që Geri, siç unë e njoh që adoleshent, a.k.a. Big Basta, një ndër reperët më të mirë social në këto 20 vitet e fundit, është në finale. Ndërsa,
Andueli, një 24 vjeçar me potencialin e një 50 vjeçari artistikisht, prandaj do unë të ndërhyra çfarë, sepse aty janë në lojë dhe me arrogancë me tjerë, do t'ishte boring nëse ferma do t'ishte aq ideale në një botë utopike që realisht nuk ekziston. Uroj që dhe Andueli t'jenë finale. Okej. Pra Anduelin, siç e tham dhe u lexua te kutia e tij, rrugtimi vazhdon. Dhe është pikërisht ky moment ku unë lidhe me ta dhe tregoj se si vijon rrugtimi dhe mundësia për të kapur finalen për 4 fermerët e mbetur jashtë finales ende. Shkojmë tek arena e brendshme. Fermer. Yes. Saka. 4 prej jush që ende nuk e kanë prekur finalen, sfida vazhdon. Dhe është pikërisht ky moment ku ne tregojmë se si do të vijoj ky rrugtim. I kërkoj të 4-ve të ngrihen në këmbë, ju lutem. Andrea, Anduel, Elinara dhe Ylli. Albano, mos u largo, të lutem. Jo, këtu jam, nuk largojmë, këtu jam. Okej. Mund të marrësh gograt, sepse ju do të përballeni në sfidë. Sfidat e mëdha të fermës tashmë dihen që janë të rëndësishme dhe decizive nga momenti në moment. Se si do të ndaheni në grupe, atë e përcakton krejtësisht transparent me ju një shorte. Shorte. Juftoj të zgjidhni, ju lutem, hudhrat me numra. Prit, pse nxitoj? Jeni krejtësisht të padurueshëm, ë? Domethënë, unë thash thjesht me suspans. Zgjidhni hudhrat, nuk thash as ti hapni, as ti hani. E të drejtë. I rishkiti pa kyllit, pa Të dashje. paduruar jeni. Mirë, me qenë se nuk keni duruar dhe i keni hapur, juftoj ti hapni për të gjithë ne dhe të na lexoni se çfarë numri shkruan brenda tyre. Sa i kemë dhe? 2. Na 2, ata 2 ko kanë. Atëherë, dhe njerë, Ylli, Ylli dhe Elinara kanë 1-shin, Andrea dhe Andueli kanë 2-shin. Që do të thotë, Ylli dhe Elinara ju sfidoni përballë njëri tjetrit dhe jeni të parët që realizoni sfidën. Andrea dhe Anduel, ju sfidoni përballë njëri tjetrit dhe jeni të dytët që realizoni sfidën. Okej, shumë. Çfarë ndodh me dy humbësit? Nga 2 sfida do të ketë 2 humbës. 2 humbësit sonte do të shkojnë në televotim kokë më kokë. Okej. Ta dush. Ndërsa fituesit e sfidës vijojnë rrugtimin drejt finales së madhe. Okej. Edhe një mundësi më shumë. Si, t'ju japim pak kohë sa të ndrohen për sfidat? Më falë se po më flisnin gjithë për një herë sonte. Jo, po flas vetëm unë, t'ju japim pak kohë sa të... Ti e aty, po kam dhe të tjerë unë këtu afër. Okej, në Po, rregull. Albano, më thuaj? T'ju japim pak kohë sa të ndrohen. Pa tjetër, atë do thoja tani. Ylli dhe Elinara, duke qenë se kishit numri 1 gjatë shorteut, juftoj të shkoni të ndroheni, ju lutem, Të përgatiteni për për sfidën. të zhvilluar të parët sfidën. Ndërkohë, Andrea dhe Anduel, ju nuk do të mund të shihni sfidën. Jo, sepse e mësojmë, po. Sepse sfida është e njëjtë për të qenë fair me të dyja palët. Do qëndroni në arenën e brendshme deri në momentin që do të njoftoheni për të bërë gati. Ndërkohë pjesa tjetër e mbetur, Big Mama, Erand dhe Big Basta, ju do të qëndroni në arenën e brendshme dhe do të prisni teksa kthehet tek ju fituesi i sfidës. Jam i qartë? Po. Okej. Ne nuk lëvizim. Qa do bëjmë me këto hudhrat unë? Nuk ju dëgjova? Unë qa do bëjmë me këto hudhrat them? Ti do vish me mua jashtë, të arena jashtme. Okej. Hudhrat lej aty. Okej. Kthehemi në studio. Goxha sfide dhe kjo, do më thënë Andrea përbal Anduelit, më së shumë ti se sa Ylli përbal Elinarës, duke vendosë shumë duke miqësinë e tyre, duke sfiduese në vetë vete.
Punë të Zotit janë punë të Zotit, dhe këtu nuk ishim punë të Agait, por të Zotit. Krejtësisht me duar lartë, me shorte. Po. Kush ka më shumë probabilitet për të fituar sfidat nga dy dyshet? Qofse është fizike, Ylli, Elinara, fizike fiton Ylli, gjitha i zdapi gjatë. Qofse është teknike, më Ka teknike gjatë probabilitet për të Elinara. fituar dhe Elinara. Po nga Andrea Nduel? Kjo është një sfidë shumë e bukur, në fakt. Do më thënë, kjo do t'jetë me vërtet një sfidë shumë e bukur që do të... Ja dhe një mizë që më erdi, prite. A vash Kastro se mizat... Ishte gjinta. Shkote, mjati. Si punë e martesës edhe unë ti, si është ajo? Ti kish njalt fillime dhe he. Pastaj. Pastaj njalt prap. Okej, ti kthej pak sy tek gozat e mia të preferuara. Këtë do donit ju që të ishit fitues të sfidës, duke mos patur rrezikun e eliminimit në televotimin Kokë më Kokë. Sa i Alba. përket Kokë më Kokë, Elinara dhe Ylli, Këtë do kam jetë një fitues? simpati më shumë të për Elinarën, që ta shija direkte. Andrea Nduel? Dërsa tek Andrea dhe Anduel është pak e vështirë, sepse të dy, përsa i përket se si preferoj të dy, Si preferon ti? Jo, jam të dy në të njëjtin nivel. Mirë po, ka ardhur momenti që unë e kam shpreh shumë kohë më parë aty mbrënda në ferm, që në këtë rast, Andrea, në mënyrë shumë të tërthorë diplomatike, që fjala mos vërehet, ka për të bërë diçka që ka për ta nxjerrë Anduelin që të jetë humbsi. Pra, qëllimisht po më thua? Në mënyrë të fshehtë qëllimisht, po. Ester. Se që bën nuk e më... Është opinioni im, sigurisht. Ju a e pranoni, as e pranoni, është gjithmonë opinioni im. Unë se kuptova, po mirë, nese. Unë mendoj që në sfidën midis Elinarës dhe Yllit, në qoftë se është ashtu si ishte dhe Kastro fizike, Yllin e kemi parë në disa sfida që është treguar shumë i shkathët edhe i ka fituar, dhe mendoj që Ylli mund tjetë në këtë rast, kurse përsa i përket Andreas dhe Anduelit, ata janë të dy të shkathët, si qoftë fizike që... Këtë do jeti? Unë gjithmonë zgjedh vllajin tim Anduelin, po që ata të dy kam shumë gjanë, kështu që të dyve ju uroj shumë suksese. Nur? Sipas lojës që i kemi po, që Ylli gjithmonë fiton sfidat, Ylli do e fitoj prap se prap, po te Andrea dhe Andueli, unë i kam shumë gjanë, po mendoj që Andueli do e fitoj... Andueli. Dhe Nena? Po të sfida Elinara dhe Yll, inshallah se ka naj sfidë force, që shë po ta une. Tani më tregoni pak çfarë sfide kanë që ta bëjmë më të lehtë pyetjen, ju lutem. Edhe une normalisht që me Yllin jam konë ma e lidhët, edhe shpresoj që Ylli ka me fitu. Kështu që te Andrea, te Andueli, besoj që Andueli edhe dëshiroj. Jeni gjithë tim Andueli, ë? Në dhe Anduelin i dua shumë, kështu që të dyve ju uroj suksese. Një përqindje më e madhe. Okej. Arsyeja me nejt në shtëpi, jemi knoq, kemi këndu, ka qenë Andueli. Alegria e Anduelit. Bukur. Po pse s'ka qenë kaq alegro në përprajme me Andueli, se edhe mua më kanë thënë Andueli ka shumë humor të mirë, kështu që ju që keni qendruar afër tij, besoj e keni ndjer më shumë. Në prajme aty sikur kështu, sikur presh, ku diun me ndonë. Edhe gjatë gjithë kohës, se unë isha përpara, gjatë gjithë kohës Andueli fillon dridhet, ose fillon të acarohet, ose... Edhe unë them gjithmonë, qa ke mërë në prime, nuk e di qa më do dhe në prime. Nuk e di se që janë emocionet, do është të kuptueshme. Mirë, unë me zi po pres të shoh përballjen e këtyre dy sfidave.